Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha doli sot në një konferencë para gazetarëve, ku tregoi se ishte prekur nga një gjendje virale e lehtë dhe e kalueshme, prandaj mungoi këto ditë në konferencat për mediat. Ai vazhdoi me deklaratën për procesin e rinumërimit të votave, ku, sipas tij, është kërkesë e kandidatëve të cilët po mbështeten nga Partia Demokratike, por vota ka vdekur pa hyrë në kuti. Berisha shtoi se kamerat kanë zbuluar në mënyrë të përsëritur manipulime, për të cilat përdori dhe termin treni bullgar. Kryetari i Partisë Demokratike gjithashtu tha se nesër do të bëjë publik një tjetër lajm të rëndësishëm që ka lidhje me manipulimet e mëdha në zgjedhjet e 11 majit nga ana e mazhorancës. Kartelet e drogës dhe implikimet e tyre në ndrejtimin e Edi Ramës në zgjedhjet në farsën elektorale të 11 majit. Deklaroi edhe një herë se rezultati këtyre zgjedhjeve të bazuar në krimin drogën dhe farsën nuk do njihet kurrë. Denoncoi përsëri njoftimin që i bëri paraprakisht klanit Troplini për t'u larguar njeriu që mbajti në xhep për 20 ditë urdhër arrestin ndërkombëtar të tyre të firmosur nga gjykatësi dhe që pranoi të ndryshojë dhe mbiemrin e të quhet jo më Duman por Troplin. Altin Dumanin. Kjo ishte çështja që unë zgjolla të paraqes sot për këto zgjedhje, ndërkohë ju jeni ndjeni dhe do paraqiten këtu para jush me dhjetra dokumenta tjera që faktojnë se si Edi Rama dhe industria e tij e blerjes votës dhe makineria e friksimit të qytetarëve degradoi një proces zgjedhor në një farsë të shëmtuar elektorale. Faleminderit. Andon Kello nga ABC News. Zoti Berisha, nuk jeni shfaqur prej 4 ditësh. Pyetja ime është, si jeni me shëndet? Tani është vërtet, po unë jam transparent. Nuk bëj si ai tjetri që të shkarkoj komandantin e gardës pse infermierët nxjerrin lajmin. Unë një ditë po pata e problem shtetësor, unë njoftoj publikun. Kisha një gjendje virale e cila kaloi pa asnjë ndërlikim të veçantë. Kjo është. Pra, edhe një herë, 2 standarde. U shkarkua komandanti i gardës, në fakt, në aparencë është për këtë, se thelbi shkarkimit ti është bota e krimit të ta mirë në vesh. Shpejt, po bëhet investigim. Por ai u shkarkua pikërisht të nesërmen e disa procedurave spitalore, në cilat nuk pati asnjë test serioz për ato që duhet kishte.